Të dashur shqiptar, momenti më i jashtëzakonshëm në jetën time ka qenë kur mësova se Robert Ndrenika ishte me origjinë minoritare dhe nuk doja ta besoja. Mu duk sikur u rrëzua shtëpia mbi supet e mia. Dhe për më tepër që ai gjatë bisedës së tij dha të kuptonte që nuk dinte asnjë fjalë greqisht. Pastaj u interesova për komunitetin gjoja grek në Shqipëri dhe del që ka ardhur nga Piluri në Kalkidiki. Edhe shqiptarët rreth rrotull flasin të njëjtin dialekt si arvanitasit në Greqi. Dhe vetë Robert Ndrenika nuk di asnjë fjalë greqisht. Atëherë si që nga i grek, pse ka mbiemrin Ndrenika që vjen nga Andronikos, do thot si njeriu. Andros i thon njeriu dhe Ikos i thon si njeriu. Pra atëherë i del që të gjithë ata që kanë mbiemra serb, të jenë serb. Të gjithë ata shqiptar që janë në Greqi që kanë ndruar emrat musliman në emra ortodoks dhe grek, të jenë grek, por s'është e vërtet. Tani gjatë bisedës së tij, Robert Ndrenika përmendi faktin që fjala shtëpi është me origjinë nga gjuha greke dhe kjo është e vërtet. Po si ndodhi një gjë e tillë? Kjo fjalë ka ardhur fillimisht nga gjuha latine në greqisht, hospitium, nga hospice në gjuhën latine është krijuar fjala hospitium, vend për të pritur mysafir. Dhe ky emër i gjinisë asnjanse kalon në greqisht spiti dhe pastaj futet në gjuhën shqipe shtëpi. E pabesueshme. Pra varianti spiti dhe shtëpi është tek arvanitasit, tek ne është vetëm shtëpi. Është ndryshuar me metatezë nga spiti në shtëpi. Gjuha shqipe nuk e ka asnjansin, mendohet që tjetë tek fjala ujë në shqip, por fjala spiti, që duhet ishte asnjansi, është bërë emri i gjinisë femërore në shqip. Në fakt, shumësi, spitia e greqishtes në shqip është forma e trajtës së shquar, shtëpia. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, pra e para mësova që Robert Ndrenika e quan veten grek dhe e dyta mësova që shtëpia ime ku hyj unë çdo ditë, emri i saj është nga greqishtja. Dhe ky ka qenë momenti më i dhimbshëm në jetën time. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.